Në radhë të parë dëshiroj të përgëzoj organizuesit e këtij klubimi shkencor për të përkujtuar të paharrueshmin profesor Kostaj Cipo, të cilin unë edhe tashti pas 60 e ca vitesh e kujtoj gjithë një me ndërime mirënjohje, jo vetëm për ndihmën e çmuar që më ka dhënë mua, por edhe më fort për mikpesën e tij të vyer në hedhjen e themeleve të gjuhësisë së re shqiptare dhe të arsimit të lartë në Shqipëri. Duke përfituar nga rasti i këtij klubimi shkencor që organizohet për nder të tij, po lejohen të parashtroj shkurt disa kujtime dhe përshtypje jetjake për të gjuhëtar aq të mprehtë dhe mendjendritur. E kam njohur profesor Kostaj Cipon për herë të parë në vjeshtën e vitit 1986 në ish Institutin Pedagogjik dyvjeçar të Tiranës. Atëherë unë punoja si përkthyes në Agjencinë Telegrafike Shqiptare. Isha në moshën 26 vjeçare, domethënë në një moshë ku gjendja ime ekonomike më kishte zhdukur çdo shpresë për të vazhduar një shkollë të lartë. Mësoja nga lajmet se shumë të rinj po shkonin me bursë për studiuar në universitetet të vendeve ish socialiste. Por unë as që mund të bëja ndonjë përçapje për të qenë midis tyre, sepse më duhej të punoja për të mbajtur gjallë nënën time plak si edhe motrën e papunë. Pikërisht në atë gjendje të shpërimi mësova se po hapej në Tiranë një institut pedagogjik me disa tekë. Sinqerisht mund të pohoj se unë, dhe jo vetëm unë, nuk kisha besim që diploma e një instituti të tillë mund të kishte vlerën e diplomës së një universiteti të huaj. Por, duke menduar se më mirë pak se asgjë, më në fund vendosa. Ashtu si shumë të rinj të tjerë, dhe u regjistrova si student me korrespondencë në degën e gjuhës së letërsisë shqipe të atij instituti, i cili u hap në muajin nëntor të vitit 1946. Kërshëria më nxiti të isha i pranishëm në orët e para të mësimeve, më fort për të parë nëse ja vlente të vazhdoja më tej. Duke qenë se mësimet atje do të zhvilloheshin pas drekeve, kjo dëshirë më plotësua. Kështu, në një pasdreke nëntori të ulur nëpër banka, në një sallë, pristim të vinte pedagogu i gjuhës shqipe. Ai nuk vonoi. Më fal. Ai nuk vonoi të na paraqitej. Ishte një burr i imët, pak si zeshkan, që nga pamja nuk ta mbushte fort syrin. Respekti për mësuesin që në më i madh se çdo respekti tjetër. Ishte një burr i imët, pak zeshkan, që nga pamja nuk ta mbushte fort syrin, sepse ne nuk e njihnim. Por qysh në fjalët e para ai na la një përshtypje shumë të mirë, jo vetëm me zërin e tim beslënës, por edhe me ato që nxirrte nga goja. Gjërata e tij, sa më kujtohet, ishte për fonetikën e gjuhës shqipe. Ai mene do të zhvillonte lëndën e gramatikës, fonetikë dhe morfologjik. Kurse letërsisë shqipe do ta zhvillonte profesori Dimitër Shuteriqi, i cili ishte edhe drejtori i institutit. Këtyre do të bashkohej më vonë profesor Mahir Domini. Pra lëndët kryesore të degës, ku unë do të kryeja studimet, i zhvillonin 4 bijë të shquar të Elbasanit, të cilët qenë ndër themeluesit e studimeve albanologjike në shkollën tonë të lartë dhe më gjerë. E mendoj se Elbasani ka të drejtë të krenohet me këtë ndihmës të çmuar të bijve të tij të shquar, ashtu siç krenohet me të drejtë edhe për themelimin e shkollës normale në 1909. Dhe uroj që Elbasani të japë Shqipërisë edhe në të ardhmen njerëz të tillë të shquar. Por sot për sot, nëse jam unë informuar, vetëm profesor Miceliku po vazhdon me zell rrugën e pararezëve të tij të shquar. Për shtypjet e mira që më la ligjërata e parë profesor Cipos dhe pedagogëve të tjerë më bën që të rimendohesha edhe për të ardhmen time. Deri atëherë kisha përqendruar vëmendjen në studimin e gjuhëve të huaja, që më ndihmonin jo vetëm për punën time në Agjencinë Telegrafike, por edhe për leximin e veprave dhe letrave të autorëve të mëdhenj perëndimor, që më pëlqenin shumë dhe më kishin bërë ta kisha qejf letërsinë. Por, ligjëratat e profesor Kostaj Cipos, Aleksandr Xhuvani, Kerem Çabej, Mahir Domit më bën që dal nga datë ndryshoja mendim. Ndoshta gjuhësia nisi të më të rikte më shumë vëmendjen dhe sepse deri atëherë nuk kisha marrë fare me gjuhësinë. Dhe nga profesor Cipo e nga profesorët të tjerë po dëgjoja gjëra të panjohura më parë. E kështu nisi kthesa ime për të interesuar më shumë për gjuhësinë dhe besoj se nuk dola e gabuar. Për këtë kthes, unë jam mirënjohës gjithë pedagogëve të mi, e në mënyrë të veçantë profesor Kostaj Cipos, i cili më ndihmoi edhe më shumë një 2 vjet më pas. Si mbarova me përfundime shumë të mira Institutin Pedagogjik dyvjeçar, më mori në shërbimin e Ministrisë e Arsimit, sepse atëherë kishte shumë nevojë për arsimtar. Punova një vit në gjimnazin dhe pedagogjikën e Gjirokastërës dhe një vit në Politeknikumin e Tiranës. Atëherë në shkollat e mesme zhvilloi vetëm letërsi, sidomos letërsi e huaj, por sipas programeve bëheshin edhe artime, ku hynte në punë edhe gjuhësia me rregullat e drejtshkrimit. Në përgjithësi isha i kënaqur nga puna ime, sepse kam pasur fatin që në përgjithësi më kanë qelluar nxënës të mirë dhe shumë të mirë.
me shkrimtarjen e talentuar drejtora Gollinës të shkollës së Gjirokastër, e ruaj miqësinë edhe sot. Por pas 2 vjet pune në arsim, më urdhëruan të paraqitesha në një institutin e shkencave, ku më priti profesori im i dashur Kostaj Cipo, i cili na takoi drejtonte sektorin e gjuhësisë në atë institut. Besoj se merret në mend që pikërisht ai profesori i nderuar duhet të ketë kërkuar që unë të veja të punoja në atë institut pranë tij. Por edhe atje nuk më lanë të punoja gjatë, sepse arsimi kishte shumë nevojë. Gjithsesi ata 6 muaj që qëndrova pranë Kostaj Cipos, më kanë shkëlqyer shumë për punën time në të ardhmen. Profesor Cipo me përvojën dhe ashamirësinë e tij, pjesën më të madhe të kohës gjatë atyre 6 muajve që qëndrova pranë tij, më ngarkoi edhe udhëzoi që të lexoja sa më shumë nga literatura albanologjike që ndodhej në bibliotekën tonë kombëtare, që ishte ngjitur me Institutin e Shkencave. Kështu, më dha mundësia të lexoja dhe të studioja pothuaj të gjitha gramatikat e gjuhës shqipe të botura nga autorë shqiptarë të huaj dhe shumë albanologë të huaj. Pra, ato 6 muaj pune pranë profesor Kostaj Cipos qenë për mua një shkollë e lartë e dytë. Për më tepër, takimet dhe bisedat me te ishin gjithashtu një ndihmë e madhe për mua. Por mjerisht nuk më lanë të qëndroja gjatë atje, se më urdhëruan të kthehesha përsëri në arsim, kësaj here në shkollën pedagogjie të Tiranës, ku punova 3 vjet e gjysmë. Derisa më çuan për të punuar në Institutin e Lartë Pedagogjik 4 vjeçar, ku dhasha disa provime plotësuese për të marrë diplomën atë instituti. Kështu takimet e mia me profesor Cipo nuk bën më të rralla, e sidomos pas sëmundjes së rëndë që plakosi atë dhe i mori jetën në vitin 1952 në një moshë, kur ai mund të jepte edhe më shumë gjuhësisë shqiptare. Unë besoj se jam ndër të parë që kam lexuar dhe shfrytzuar me dobi dhe ligjëratat dhe punimet e mia shkencore veprat e tij. Gramatika e gjuhës shqipe në 2 pjesë, një fonetike morfologji 1949 dhe 2 sintaks 1952. Kjo vepër ka shërbyer për një kohë të gjatë si tekst mësimor dhe shërben dhe sot si mbështetje për studimet e mëtejshme shkencore në fushën e gjuhësisë. Profesor Kostaj Cipo, që edhe bashkautor drejtues i fjalorit të gjuhës shqipe, që u botua pas vdekjes së tij në vitin 1954. Ai bëri studime me vlerë për fjalët e përbëra të shqipes dhe për veprën e Pjetër Buti. Ai gjithashtu përgatiti për botimin e kritere shkencore veprën Historia e Skënderbeut të Naim Frashi. Një tjetër përshtypje të mirë më ka lënë gatishmëria e profesor Cipos për të bashkëpunuar me profesor Aleksandr Gjovani dhe profesor Eqrem Xhabejn për artimin e fjalorit të gjuhës shqipe që u votua në vitin 1954, si edhe me grupin e punës që hartoi të parat rregulla për trashëgimin e gjuhës shqipe në vitin 1948 dhe 1951, si dhe për punimin e disa terminologjive kryesore të shkollës. Ndokujt ndoshta mund t'i duket si e papritur që profesor Kostaj Cipo, një personalitet artishquar i Elbasanit, pranoi të bashkëpunonte për rregullat trashëgimore që mbështeteshin kryesisht në dialektin jugor të gjuhës sonë. Por unë po lejohem të pohoj se bashkëpunimi i tij në atë rast është bërë me bindjen e tij të plotë se kjo ishte zgjidhja më e mirë. Dhe për të argumentuar këtë pohim, po ju bëj me dije se kam pasur rastin e mirë të lexoj në bibliotekën kombëtare këtu në Tiranë një artikull të profesor Kostaj Cipos me titullin Lulet e verës, mendime, të botuar në të përjashmen Iliria. Ai artikull më përkasoi aq shumë nga mendimet e stilit i tij i rrjedhshëm, se për këtë isha më së i bindur, por më fort nga gjuha e tij letrare, e cila pothuajse nuk ndryshonte fare nga shqipja e sotme letrare. E ky ishte po ai Kostaj Cipo, që përdori në shkrimet dhe botimet e tij të njëjtën shqipe letrare edhe pas vitit 1945.